Banorët e fshatit Radostin, pjesë e njësisë administrative Dërmënas në Bashkinë Fier, shprehen të zhgënjur për mungesën e investimeve të qëndrueshme në zonën e tyre. Për kamerën e televizionit Apollon, ata ngren shqetësimet se investimet ndodhin vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Nga fshati Matan, në Radostina, për Matan, nuk kam vendor fare. Unë, si person, kam kërkuar dhe një urë për të berë edhe nuk ma kam berë. E kam bërë kërkesë mbi 5-6 herë. E kam bërë kërkesën edhe nuk më është bërë. Urë me llamarinësh, 2 kryetarë komune. Dhe asnjëri nuk ka vënë dorë për fshatin. Deri më sot. Fshati jon duhet të ishte fshati më i përparuar, me ujë, me të gjitha. Neve s'kemi ujë. Nuk kemi ujë të pishëm. Ujë të pishëm nuk kemi. Edhe një urë që dua të bëj unë nuk ma kam bërë. Ne s'kemi ujë të pishëm, edhe pse kemi burime të shumta, puset janë bllokuar nga pronarët dhe askush nuk merr masa, shprehen disa prej tyre. Një tjetër shqetësim i theksuar është mungesa e sistemit të kanalizimeve për ujërat e zeza, duke bërë jetesën në këtë fshat të vështirë dhe jashtë standardeve minimale të higjienës. Në një prononcim jashtë kamerës, administratori i njësisë administrative Dërmënas, Kadri Faskosi, vetë banor i fshatit Radostin, thekson se investimet janë të planifikuara në buxhetin e vitit 2025 pas kërkesave të përsëritura të banorëve. Ai ka theksuar se shtrimi me asfalt i rrugës kryesore dhe i rrugëve lidhëse është planifikuar që në vitin 2024, por banorët mbeten skeptik dhe kërkojnë që investimet të mos jenë pjesë e premtimeve të përkohshme, por një zgjidhje reale për jetën e tyre të përditshme.